Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin ton, këtë herë për të ndarë histori të dhimbshme nga fakti që ndonjëherë fatkeqësisht ne bijem pre e ngjarjeve dhe situatave që të tjerët dëshirojnë që të na i vënë në jetën tonë fatkeqësisht. Këtë letër e ka shkruar një grua fisnike, një grua e cila thot, unë jam e pafajshme për këtë gjë që ndodhen, por mundohen të mi vënë gjërat mbi supe dhe këtë letër e ka shkruar zonja Flutura. Unë jam një grua e thjeshtë shqiptare që si çdo vajzë tjetër e ëndrova ditën kur do të martohesha dhe do të krijoja një familje të lumtur. Nuk kisha shumë kërkesa nga jeta, vetëm një burr që të më donte, të më respektonte dhe të ndërtonim bashkë një shtëpi ku do të mbizotronin paqja dhe dashuria. Dhe kur e takova atë burin tim, mendova se më në fund fati më kishte buzëqeshur. U dashuruam, të paktën unë u dashurova. E besova me shpirt dhe i dorëzova zemrën pa frikë. Më premtoi se do të më mbante si sytë e ballit dhe do të më mbështeste në çdo hap. E besova. Doja një jetë të ndershme me të, por martesa ime nuk ishte asgjë nga ato që kisha ëndruar. E vërteta është se ëndra ime u kthye në një mangë të heshtur. Kur u martova, e lash gjithçka pas dhe u zhvendosa në një shtëpi të tij, ku jetonin edhe nëna e tij, edhe vllau i tij i vogël, konkretisht kunati im. Më pritën me një buzëqeshje që në fillim dukej e sinqertë, por shumë shpejt e kuptova që ajo buzëqeshje ishte thjesht një maskë. Nëna e tij, vjera ime, nuk më pëlqeu që ditën e parë, nuk më njihte mirë, nuk më dha kur mundësinë të më njihte, por vendosi që të më gjykonte. Gjithmonë e ndjeja ftohtësinë në zërin e saj për çmimin në shikim dhe fjalët që nënzë i thoshte me të birin për mua. Më lëndonte shumë, por bëja durim, thosha, do më njoh ndonjë ditë. Kunati im ishte një djalë shumë i sjellshëm dhe i edukuar. Më trajtonte si një motër, më ndihmonte në punët e shtëpisë, më respektonte në mënyrë të pastërt dhe të sinqertë. Ishte i vetmi njeri në atë shtëpi që më jepte një ndjesi mbështetjeje. Kur isha keq, ai më thoshte fjalë që më jepnin shpresë. Por ajo që ishte një marrëdhënie krejtësisht vëllazërore, u përdor kundër meje në mënyrën më të shëmtuar të mundshme. Burrin tim e përpiu xhelozia. Filloi të më akuzonte se kisha diçka me kunatin tim. Fillimisht e mora si shaka të keqe. Pastaj, kjo gjëja u bë rutinë. Filloi të më vështronte me dyshim, të më ndalonte të flisja me kunatin, të më kontrollonte çdo lëvizje. E gjithë kjo për faktin që unë thjesht i përgjigjesha me respekt dikujt që më thriste motër. Më poshtëronte para familjes, më thoshte, unë e di çfarë bën ti, mos kujto se s'të kam kuptuar. Unë qaja natë për natë dhe i betohesha se nuk kisha bërë asnjë gjë. Ai nuk më dëgjonte. Zemra e tij ishte vërbuar nga një xhelozi që nuk vinte nga dashuria, por nga mosbesimi dhe ndoshta edhe nga ndonjë helm që i kishin hedhur të tjerët në vesh. Në këtë dramë, vjera luajti rolin më të errët. Ishte ajo që e mbushte mendjen e të birit me helm. Më spiononte, më ndiqte, shpikte histori të padenja për një grua, vetëm që të më nxirrte nga ajo shtëpi. Thoshte se më kishte parë në dhomën e kunatit, se dëgjonte zëra, se kishte dëshmi. Asgjë nuk ishte e vërtetë, por isha aq e pafuqishme ku askush nuk më mbrojti. Dhe një ditë më tha se nuk mund të jetoni më bashkë.
ma akuzoi pa më parë në sy. Më tha se i kisha shkatruar familjen. Unë dam, e la shtëpinë me duar bosh dhe me zemrën e thyer në copëza. Familja ime nuk e besonte atë që kishte ndodhur. Miqtë ishin krejtësisht të habitur, por asgjë nuk ndryshonte faktin që unë isha e lënduar, e shkatëruar dhe e poshtëruar për një faj që nuk e kisha bërë kurrë. Kaluan muaj, kaluan vite, por kjo plak nuk u mbyll. Akoma më shikojnë me dyshim disa njerëz. Akoma ndjej peshën e një faji që nuk e bëra kurrë. Akoma përpiqem të rikuperoj vetveten, të besoj sërish tek njerëzit, tek burrat dhe tek dashuria. E vetmja gjë që më mban është ndërgjegja ime e pastër. Unë nuk bëra asgjë të gabuar. U mundova të jem një grua e ndershme, një nuse e denjë, një pjesë e një familje që nuk më deshi kurrë. Sot, vënd i vënd nuk po më zë. Nuk e gjej paqen, sepse kur nuk e di se çfarë më la. Për një shpifje të ulët dhe të pabas, nuk mund që ta pranoj. Por kjo është jeta e shumë grave shqiptare. Ne akuzohemi, poshtërrohemi, jemi të pafajshme, por dënohemi si fajtore. Ky është zërim, ky është rrëfimi im, dhe nëse je një grua që po kalon një diçka të ngjajshme, dije se nuk je vetëm. Ne meritojmë të dëgjohemi dhe të kuptohemi dhe të respektohemi. Kjo është historia të cilën e ka shkruar Zonja Flutura. Ajo është munduar që të tregon pafajësinë e saj, edhe ditën e sotme jeton me një turp që nuk e ka bërë. Gjithmonë vjera e saj që në ditën e parë kur Zonja Flutur ka qenë pjesë e asaj familje, asaj shtëpie, e ka pa me një ignorancë të pashpjegueshme, e ka pa me një urrëtie të pashpjegueshme dhe e ka pa me një mlef të pashpjegueshëm, një inat që ndoshta edhe Zonja Flutura nuk e ka imagjinuar që do të kalonte deri në këto përmasa që të fajsonin Zonjën Flutur për gabime të paimagjinueshme dhe trashanike, dhe kjo është një moment i cili e bën të gjithën këtë gjën që të jetë e pakuptueshme. Unë jam shumë i bindur që një grua kur merr mundimin që të shkruan dhe ta shprehën dhimbjen e saj, me patjetër që në këtë drejtim është e pafajshme dhe në asnjë mënyrë, domethënë asnjë lloj momenti nuk do të kisha dhënë një dënim mendimi për këtë grua. Përkundrazi, do të them që nga ajo që unë pata qasjen pash një sinqeritet, por fatkeqësisht në shumicën e rasteve vjerat ndonjëherë janë një çik si të padrejta, sepse mundohen që të mos i duan nuset e tyre, duke shprehur urrëtie ndaj nuseve të tyre, dhe fatkeqësisht kjo pjesa, domethënë, e bën që ato të krijojnë një lloj loje vetëm e vetëm për të dëmtuar imazhin e saj. Buri i saj ka qenë xheloz i çmendur, ne kemi arritur të kuptojmë nga njerëzit xheloz që kanë qenë deri në gjendje dhe të vrasin gratë e tyre dhe realisht kanë vrarë gratë e tyre. Për shembull, shumica e vrasjeve të grave kanë ndodhur nga xhelozia, dhe sot kjo grua e ndershme, kjo grua e denjë po lufton me familjen e saj, për të vërtetën po lufton me shoqërinë ku jeton dhe me ish bashkëshortin. Sepse akoma akuzohet Kunati, kur Kunati çuditërisht nuk largohet nga shtëpia për një vepër që mund të kishte bërë me Kunatën në këtë rast që i ka marrë, domethënë, gruan vllaut, kështu le t'i themi. Nuk ka fakte, nuk ka asnjë lloj fakti që domethënë Zonja Flutur ka shkuar me Kunatin, xhelozia e ka bërë që bashkëshorti të mendojë në këtë situatë dhe të jep këtë konkluzion. Kjo është historia dhe Zonja Flutur ka nevojë për mendimin tuaj se si të vepron.